Dhe u bëra shumë kurioze për të parë listën e personave më të gjatë në botë, sepse doja që të shikoja se cila ishte shenja dielli që mbizotonte më së shumti. Pra, cilët shenja dielli i përkisnin më së shumti më jetë të gjatët, dhe çfarë bëra? Hyra në Wikipedia. Hapa listën. Lista ishte ndarë në dy kategori, femra edhe meshkuj, edhe i grupova datëlindjet e tyre tek shenjat përkatëse, të 12 shenjat, dhe rezultoi që personat më jetë të gjatë në botë më së shumti i përkisnin shenjës së diellit tek akrepi. Pse te akrepi, do thoni ju? Nga ana astrologjike, akrepi qeveriset nga Plutoni, që është forca jetësore, dhe nga Marsi, që është trupi fizik. Dhe kjo shenjë ka një sistem imunitar shumë të fortë, natyral, ka dhe një sistem nervor shumë të qëndrueshëm, ka një aftësi të jashtëzakonshme për rigjenerim qelizor, dhe jo më kot është ajo shenjë që lidhet me rigjenerimin, me transformimin, me ringjalljen, dhe ka një kapacitet të madh për të kapërcyer trauma fizike dhe emocionale. Dhe njerëzit që kanë një theks të fortë akrepi, që kanë një energji shumë të fortë akrepi, kalojnë shpesh sëmundje të rënda dhe i mbijetojnë. Dhe jo më kot është shpikur e shpeja, nuk e gjen gjën e keqe, për akrepin është ajo. Edhe akrepi që do mu rrejnë tani në komente. Se për shaka. Dhe në vend të dytë ishin dy shenja, të cilat vinin pas akrepit, sepse ishin me barazim votash. Dhe ishin dy shenja të cilat drejtohen nga Mërkuri, siç është Virgjëresha edhe Binjakët. Dhe do i shpërgoj edhe këto të dyja nga ana astrologjike, sepse atëherë Virgjëresha ka lidhje të drejtë për drejtë me sistemin tretës, me dietën, me mënyrën se si trupi përthith ushqimin, me higjienën, me përditshmërinë. Dhe Virgjëreshat në fakt janë shumë të kujdesshme për trupin e tyre, për fizikun e tyre, për mirëqenien e tyre. Janë persona të cilët han rregullt, janë të pastër, janë higienik, kontrollojnë simptomat, bëjnë analiza her pas here, vizitohen, sepse janë çik tipa hipokondriak në fakt Virgjëreshat. E shmangin teprimin me ushqimin, me alkoolin, me substancat e tjera, janë më pak shkatërues për veten e tyre, dhe në astrologji thuhet se nëse Virgjëresha kujdeset për trupin siç di, jeton gjatë. Ndërsa Binjakët, që është një shenjë tjetër që drejtohet nga Mërkuri, që është planeti i rinisë edhe i sistemit nervor, shpesh qëndrojnë aktiv deri në pleqëri. Domethënë është një shenjë që është shumë aktive, është shumë energjike, është shumë e gjallë, lëvizin, ecin, shëtisin, dalin, i gjen gjatë gjithë kohës duke u marrë me diçka. Binjakët ka një mendje shumë të gjallë, shumë aktive, mbajnë një trup shumë elegant, shumë të holl, shumë aktiv, sepse kanë edhe një metabolizëm shumë të shpejtë. Dhe rrallë mund të gjeni një binjak që në fakt është mbi pesh. Jam fleksibël, ankohen pak, lodhen pak, edhe tek një video që kam bërë para ca kohësh, në fakt kam thënë që është nga shenjat që flet shumë pak, sepse gjithë kohës e kanë mendjen e tyre shumë aktive dhe trupin e tyre shumë aktiv, sepse duhet të bëjnë me shumë gjëra njëkohësisht, edhe urrejnë që të flen shumë, i kap ankthin nëse flen shumë binjakët, ose ata që kanë një energji të fortë të shenjës së binjakëve. Dhe janë një shenjë që nuk plaken shpejt. Plaken shumë ngadalë dhe janë shumë rinor në trup, në fizik, në fytyrë, në kudo, domethënë. Dhe trupi i tyre rrënjostet shumë në lëvizshmëri edhe në oksigjen, gjë që ndihmon shumë me vitalitetin. Këto ishin ato tre shenjat që ishin më jetëgjata. Shenja që kishte më pak persona në fakt ishte gaforja, kështu si të dhjerë që jemi ne, po. Hajt më. Se për shaka, kjo thjesht ishte me datëlindjet e tyre, në thënë nuk është se ju futa hartave të tyre për të parë ascendente, ascendentin harroje se duhet ore lindjes, po për të parë hënën, aku të diun pozicionet të tjera planetare, por do të bëj dhe një video për të treguar se cilat janë pozicionet astrologjike që tregojnë për jetë gjatësi, por do të jetë tek video e radhës.